Përshëndetje nderuar të shikues, po ndiqni edicion informativ të lajmeve në Report TV, këto janë titujt kryesor për orën 22:30. Një ndryshim rrënjësor në komunikimin me shqiptarët dhe ndjekjen pavonesa të çdo halli të çdo qytetari i premton nga Pogradeci kryeministri Rama. Në nisje të sezonit të ri politik, kreu i qeverisë mblodhi këtë të diel në një takim shtatorësh 12 drejtuesit politik të qarqeve, si dhe kryetarët e komisioneve parlamentare. Nesër do të jetë radha e ministrave. Një vrasje me armë zjarri është regjistruar pas ditën e sotme në fshatin Ngull të Dugagjinit të Shkodër. Leke Prelgjoni, babe birë kanë mbetur të vdekur, ndërsa i plagosur rënd është Lazer Bashi. Policia vendore, por edhe efektiv të forcës kombëtare të sigurisë shkuan drejt vendngjarjes, një zonë shumë e thellë malore. Dyshimet e para janë për vrasje për shkak të gjakmarrjes. 5 ditë nga vrasja e turistit portugez në Ksamil, policia gjen thikën me të cilën Sokrat Bata dyshohet se goditi për vdekje Luis Varelën. Ishte dëshmia e DJ të kompleksit Principotes që ndihmoi hetuesit. Ai ishte i pari që pas vrasjes e mori në makinë 29 vjeçarin e dyshuar dhe pas se hodhi një send të fortë nga makina. Europa po përballet me një val moti ekstrem. Zjarret, përmbytjet dhe stuhit kanë detyruar mijëra njerëz të evakuohen në disa vende. Spanja e Polonia janë përmbytur nga rreshtet të dëndura, ndërsa Greqia dhe shumë vende vijojnë luftën me zjarret prej temperaturave të larta. Respekti për besimin e tjetrit është mbi çdo ndarje fetare në Shqipërinë, e cila dëshmon më së miri. Këtë gjë është një person i vetëm si Luan Doçi, një musliman që kujdeset çdo ditë për kishën e shënmërisë në qendër të Lurës. Një histori e thjeshtë, por që përcjell vlerat më të bukura të harmonisë mes njerëzve.